A mendoni se kjo traditë e mirë do të vazhdohet dhe të pasurohet? Po, mendoj që do të me vazhdu, se si që thash që kena po shumë vjatë që të fesë në Pogrogjës, do të me vazhdu edhe me njerëz të ri, edhe mu njëftu alo njerëz më shumë, edhe mu knaqë si që thash për shambull. Faleminderit shumë për mesazh. Në emër të kryesisë shoqatës Pogrogja, do gjithëve t'ju them faleminderit shumë për kontributin e juve të palodhshëm. Na kemi shumicën e antarëve jetojnë këtu në Zvicër, po kemi pa antarë që jetojnë në Francë, në Gjermani, në Austri, në Britani të Madhe, në Belgjik, disa në Amerikë, mos harroni që kemi edhe pagesa ose antarë të janë në Gjilan, bragjat që jetojnë në Gjilan, po ka edhe disa që janë vendas, domethënë Pogrogj që rregullisht e paguajnë antarësinë. Faleminderit shumë për kontributin, besoj që është diçka shumë e mirë, edhe ajo mundson që shoqata të ketë sukses. Si po e përjetoni sot këtë fest? Këtë fest ne e përjetojmë me emocionet më dhaja, sepse kjo fest na bashkon gjithë bashkëshortarëve dhe është një moment që bashkohemi të gjithë, sepse kjo na mungon shumë për familjet tona që jemi shumë vite larga dhejot. Kjo është për një njoftim për të njoftuar të gjithë së bashku edhe gjithashtu për një kontribut me të tjeshëm për shoqatën. Faleminderit shumë. Zonja, zotri, bia, mesa, stërmesa, nipa, stërnipa, nuse, vëndur, krejt, musafir, kush është këto që se kom përmen, fëmijë të dashur, shumë faleminderit që keni ardhur sonte. Ju përshëndes gjithëve. Sot jemi mbledhur së bashku për të festuar miqësinë, traditat tona dhe lidhjen e fortë që na bashkon me vendindjen tonë Pogrogja. Kjo mbrëmje është një dëshmi se edhe larg vendindjes, zemrat tona rrahen për të njëjtat kujtime, kulturë dhe traditë. Edhe kjo është një moment shumë i rëndësishëm, që dhe të rinjtë mes vetet njoftohen, nipat, mesat, bashkëvendasit mes vete të krijojnë kujtime të bukura. Atëherë duhet ta shfrytëzoj rastin edhe të falenderoj donatorët e kësaj mbrëmje. Donator kemi për muzikën, është kujdesur kësaj radhe Nuhe Fetoho me bashkëshortën zonjën Ibadete. E falenderoj shumë nga zemra, kurse Dorontinën që gjithmonë është pranë nesh për çdo manifestim që kemi. Gjithashtu dhe Qëndresa është po pjesë e jona e re, shumë faleminderit Qëndres. Kurse ne po pasurojmë programin tonë me bashkëvendas, shumë faleminderit. Dhe shfrytëzoj rastin ta falenderoj shumë kryesin e shoqatës Pogrogja për edhe koordinatorin ton, Avdil Islami, i cili e kryen një punë të jashtëzakonshme në fshat, në koordinim edhe me punëtorët Fikretin dhe Bekimin, të cilët janë të jashtëzakonshëm në punën e tyre. Të gjithë këta kontribues punojnë me përkushtim dhe pasion të palodhur, duke organizuar aktivitete që na mbajnë së bashku si bashkëvendas. Edhe një duar trokitje për gjithë ata që kanë ndihmu sonte, që na t'jemi sonte këtu dhe ta kemi këtë mbrëmje kaq të bukur sonte. Faleminderit shumë. Tani më lejoni që falenderimin e veçantë që shkon për donatorët, ta ftoj në skenë zotrin Nuhi Fetohon me bashkëshortën Ibadetën, ju lutem të vini. Nuk e shoh të vetë kuptimt që të bëhet një donacion i tillë që të na heket muzika sonte, se zakonisht e kemi pagu na vetë pe fondit shoqatës, e kështu që ka shpreh dëshirën Nuhiu me bashkëshortën ta bëjnë donacion sonte këtë mbrëmje, edhe ju faleminderit edhe një herë shumë. E kam si një shenjë faleminderimi, një mirënjohje nga shoqata për Nuhiun. Shumë faleminderit. Zonjë, shumë faleminderit se po të shkojnë shumë me kustum, shumë faleminderit.
Shumë faleminderit. Kështu që një tjetër moment i rëndësishëm i kësaj mbrëmje, si që keni parë edhe ju në media sociale që e kemi shpërnda, sonte mbahet edhe prezantimi një libri të veçantë nga bashkëvendasi ynë Nazif Hajrizi. E ftoj në skenë Bujar Salihun, Nazif Hajrizin, vajzën e Nazifit, Sherifën, Agrona Aliun, që të vinë në skenë. Dhe ky promovim do të mbahet për rreth 20-25 minuta, 30, kështu që skena për juve. Përfaqëson një kontribut të rëndësishëm të pasurimit të literaturës historiko-kulturore që trajton vendbanimet shqiptare dhe zhvillimet e tyre ndër shekuj. Kjo vepër e ndërtuar mbi një ndërthurje të kujtimeve personale, dëshmive dhe fakteve historike, synon të ofrojë një pasqyrë të gjithanshme mbi Pogragjën, duke e vendosur atë në kontekst edhe më të gjerë kombëtar. Struktura e librit karakterizohet nga një qasje tematike e gjerë. Vlen theksohet se votimi i kësaj monografie vjen në një kohë kur Pogragjja po përjeton një rritje të dukshme të interesimit për dokumentimin e historisë së saj. Pas botimit të monografisë Pogragjja ndër shekujt profesor Gjafer Gjaferit, kjo vepër përfaqëson një vazhdimsi të rëndësishme në këtë drejtim, ndërkohë që priten edhe botime të tjera si ai profesor Isej Rydës për toponomografinë dhe ai profesor Sharafadin Kadriut për aspektet arkeologjike të Pogragjës. Në përfundim, kjo vepër mbetet një dëshmi e përkushtimit të autorit për të kontribuar në rujtjen dhe promovimin e trashëgimisë historike dhe kulturore të Pogragjës. Autorit i dëshirojmë shëndet, frymëzim dhe sukseset më teme në veprimtarinë e tij krijuese dhe studimore. Faleminderit për vëmendjen. Dëshira për të shkruar këtë monografi ishte synim i imi, me qëllim që të vija në ndihmë bashkëvendasve të mi, të rinjve dhe të rejave, gjeneratave të ardhshme, të lëmë të shkruar një monografi për atë plejad të artë burrash që kishte vendi, që atë shumë kontribuar për mirëqenien tonë në zhvillimin e vendit siç e kemi sot Pogragjën. U jam shumë mirë njohës dhe njëherë ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen në këtë promovim. Falenderoj kryesinë e shoqatës, e në veçanti Bujar Salihin dhe Shpresa Hydën në prezantimin e kësaj monografie. Ju uroj që të kaloni sa më mirë në këtë organizim të shkëlqyer të shoqatës Pogragjja. Faleminderit. Si ka qenë Pogragjja dikur për ty? Po, Pogragjja në të kaluamën ka pas vështirësitë e veta në infrastrukturë kryesisht, në mirëmbajtje, po është një problem që e kena zgjidhur që nga 2012, kur kemi bërë themelimin e shoqatës, aty ka filluar domthonë çdo sen, tani kemi një kualitet shumë më të mirë të jetës aty, pastërtia është nivel, kemi 2 punëtorë që vazhdimisht punojnë ata në mirëmbajtje dhe shumë më mirë se të kaluamën është. Kemi parqe, kemi gjelbrim, kemi mirëmbajtje të varrezave, është gjendja është shumë e kënaqshme. Domthonë gjithë banorët janë të kënaqur me këtë organizim. Faleminderit shumë. A vetë autori do t'ja dhuroj nga një libër kryesisë fsheh falënderimi për sonte, për kontributin që e bëjmë për shoqatën. Faleminderit.
ka ndryshuar më shumë ndër këto vite? Ka ndryshime shumë të mëdha për të mirë, falë shoqatës Pogragjës, bashkëvendasve tonë që nuk ju ngurësikur për kur gjë, gjithçka është. Pogragja është për të marrë shembull, falë shoqatës Pogragjës, pastërtia, për gjithçka ka shumë të mira që nuk po dimi përmend, po ndryshime për të mira shumë ka. Edhe unë pajtona me mendimin e shoqes, ka ndryshuar gjithçka. Falë shoqatës Pogragja po takohemi këtu me shumë shoqe që si na taku me vite. E tash edhe nuk po njihmi, se ka ma shumë se 20 vite që si na po. E po më vjen mirë shumë edhe shpresoj që me vazhdu kjo traditë mos ta humbëm. Faleminderit shumë. Programin e fëmijëve, këtu është shumë faleminderit. I falenderoj të gjithë fëmijëve, mirë po, të presni veç pak. Dua t'ja di emrat të gjithë. Emrat, se unë do të ditë kush jeni ju, apo? Okej. Se ke emrin ti? Ta. Ti? Eta. Alina. Alina. Dora. Mia. Dion. Alvin. Cara. Aelia. Tiara. John. Wow. Tina. Wow. Eres. Snake. Dior. Leila. Fiona. Ina. Gjelan. Jana. Bravo! Jeni të mrekullueshëm me trashëgitjen për fëmijët e Pogragjës, këta janë pasardhë si ton, edhe besoj që në vitet e ardhshme do ta vazhdoni ju shoqatën, apo? Apo? Po! Okej,
Eduard Rokitje. Faleminderit shumë. Po. Vesh. Ne merr në ka një kesë më ëmbëlsira. Faleminderit shumë. Kujdes shkollëve. Falemderoj Linën shumë për asistentën. Çfarë roli ka shoqata për ju? Spari ju përshëndes gjithve për aktivitetin superior që e boni. Shoqata është ajo e cila i ofron të gjithë bashkëvendasit një përembesa gjenerat pas gjenerati, edhe kjo i ka dhënë një fuqi të madhe komplet edhe fshatit, po sidomos shoqata është shquar për këtë që po e boni ju, me punën e juaj edhe po e ndihmoj të gjithë bashkëdhëtarët, secilin atë mënyrën e vet me mundësitë e veta. Faleminderit shumë.
Falemderit shumë. Shumë falemderit. Falemderit shumë Qëndresa. Shumë falemderit edhe të kësha lutë shumë diçka që vazhdo edhe këno kështu shqip, se për anglisht e di që je shumë profesional, të kumëni shumë në përneja, edhe kështu që të kësha lutën këno shqip, se shumë mirë po kënon, edhe me shumë shpirt. Atëherë, lutëm vetëm një moment, ftoj në skenë vendosën tonë të dashur që kur nuk e harron festën tonë të Pogrogjës, Dorentina Qamilit. Edhe besoj se sikur këto dy kukuroshët që i kam këtu afër, ka edhe shumë Pogrogjase që kënojnë e mesa e nusën është e kohë dhe që kënojnë, po si do që t'jetë mund t'i bashkangjitën programit tonë, në vitin e arshëm ju lutëm lajmëroheni të one. Edhe ju falemderit shumë. Atëherë vesh një moment ju lutëm. Dua t'ju falemderoj shumë se jeni vërtet mrekullueshme, edhe si gjithë, edhe ju jeni të pajtimit, apo? Një duart nuk jeni për ty, këngëtarët tona, Qëndresën edhe Dorentinën. Dorentina, shumë falemderit, është vesh një shej, Qëndresa, shumë falemderit, në falë, vesh një shej i vogël falemderimi nga shoqata, që ke marrë kohë edhe e ke ndo kohën për neve sonte, shumë falemderit. Atëherë, Dorentina, këto nuk jam për ty, shumë falemderit. Çfarë kujtimi është vinë nërmend sot? Faleminderit, është kënaqësi e veçantë të jemi në festën e Pogrogjës. Padyshim si një nga mërgjimtarët e vjetër, gjeneratës mesme, më shumë se 34 vjetë në Zvicër, aspirata ime si Pogrogjës ka qenë që ne të bashkohemi, të ofrohemi, të kemi takime të këtilla të cilat na bëjnë ta njohim njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin dhe gjithsesi të punojmë bashkë për mirën e Pogrogjës, për banorët rezident atje, të cilët ende e mbajnë gjallë frymen pogrogjase. Dhe kur jemi në festat këtilla, padyshim se kam një emocion krejt të veçantë, sepse në një formë ose në një tjetër aspirata jonë për ta unifikuar zërin Pogrogjës në mërgjim veç është përmbushur. Faleminderit shumë.
e Pogrogje. Hajde maestro. Si po ndiheni sonde në rolin e organizatorit? I keni arritur pritshmëritë që i keni pasur apo mbase u ka mbetur diçka merak? Unë si në kryesin e shoqatës Pogrogja, jam i viti 6, edhe unë po besoj se kemi arrit kogjo mirë në zhvillimin e fshatit, se e dinë gjithë qytetarët e fshatit tonë qysh ka qenë para 2012 dhe qysh është tash. Po edhe një do të me pas parasysh se na jemi një shoqatë e vogël që kemi buxhet të mjaftueshëm, të kufizuar, që nuk munden me pritë dhe qytetarët e fshatit tonë diçka të madhe prej neve. Po kryesisht është pastrimi i fshatit, rregullimi i lojrave për fëmijë, kandeve, edhe kështu që besoj që edhe qytetarët e fshatit tonë janë të kënaqur, edhe ne po mendojmë dhe me vazhdu punën tonë me qatë kapacitet sa kemi. Si kaluat sonde në fest? Me të drejtën sot shumë mirë, kur e shet që salla është e përmbushur me gjithë fshatarët tonë, na jemi shumë të kënaqur, me qenë se na jena konkret në organizim, nuk kena mujt me pa gjithçka, po qysh po shihet atmosfera është shumë e mirë. Edhe na po jemi edhe shumë të kënaqur kur po shohim që po vinë bashkëfshatarët tonë me rini, po besa edhe po njoftohemi se kjo është një takim tradicional të cilën na lën se ka këto gjenerata që kanë arbi 30 vite, 40 vite, edhe ata vinë me nipa, mesa, edhe po besoj që është një takim shumë i mirë, shumë i veçantë që nuk do të harrojmë asnjëherë. Edhe shpresoj që të vazhdojmë çdo vit me kënd kështu. Përgëzime, faleminderit.
është e rëndësishme ta ruajmë këtë traditë? E rëndësishme është sepse është një vend ku takohen të gjithë si të rinj të moshuar, gra, mesa, fëmijë, si edhe nuse gjithashtu. Unë kam e lindur në Bugraz, po jam e ardhur dhe ndihem shumë mirë, kam njohur njerëz shumë të zgjuar dhe besoj që kjo traditë do të vazhdohet patjetër. Është një vend takim shumë i qëndruar. Pam një organizim të mrekullueshëm. Si ndiheni si kryetare e një shoqate jashtë vendit? Është një privilegj të jem kryetare në shoqate si Shoqata Pogragja. Është në ndjenjë shumë e mirë kur kontribuoj për vendin tim, për vendlindjen, që të krijojmë kujtime të bashku. Është në ndjenjë shumë e mirë me bashkëpunum me kryesin, sidomos edhe takimi sonte flet vet, besoj. Edhe uroj që të vazhdojmë kështu me kryesin të re. Na premtoni se do na sjellni ide të reja edhe më atraktive në festën e vitit 2027? Besoj që po, se ne vazhdojmë të marrëm ideja edhe nga bashkëfshatarët, edhe i mirëpresim çdo ide apo kritikë, se na përndryshe nuk mund të përmirësohemi, edhe kështu që besoj që bëjmë edhe diçka të re vitin e ardhshëm. Shpresa, faleminderit shumë për gëzime për organizimin, u kënaqëm të gjithë. Uroj që jeni kënaqur gjithë, edhe vazhdojmë kështu së bashku. Faleminderit.